Do bëj një eksperiment për të parë a lëvizin më shpejt molekulet e ujit të nxehtë në krahasim me ujin e ftohtë apo jo. Shkencëtarët thonë që molekulet e ujit të nxehtë lëvizin më shpejt se sa molekulet e ujit të ftohtë. Ndërsa molekulet e ujit të ftohtë arrin deri në atë pikë se ato pak a shumë ndalojnë dhe formojnë kristale. Kurse uji i nxehtë lëviz gjithmonë më shpejt sa krijon dhe avull dhe kthehet në gaz. Nëse boja e kuqe do përhapet më shpejt tek uji i nxehtë se sa tek uji i ftohtë, atëherë vërtetohet që molekulet e ujit të nxehtë lëvizin më shpejt se molekulet e ujit të ftohtë. Do marrë një pikë bojë kuqe. Edhe do e hedhim njëkohësisht këto dyja. Afrohu pak. Edhe njëkohësisht. Si radhë, ngriu fare. Edhe një pikë tjetër, nga një tjetër. Ke uji i ftohtë ndalon sipërfaqe. Kurse ke uji i nxehtë u përhap komplet të gjithë uji. Hita dhe hapet ke uji i ftohtë, si të shohim këtu, hapet ke uji i ftohtë, bie, por shumë ngadalë. Ja të hedhim një tjetër. Atu s'pasa më pikë. Por që e pam që ke uji i nxehtë shkon ulet, hapet